I dashur profesor Moshima, si po e shkon shpika e fundit, e di që do të jetë e mrekullueshme. Fanci juaj më i madh, Tommy Turnbull. I dashur Tommy, ai ka kaluar të gjitha pritshmëritë e mia, por ka frikë se mund të përfundoj tuar të gabuara. Kështu që po e tërgoj atë në një vend të sigurt, diku që ndoshta mund të mësoj të bëhet një djalë i vërtet. Wow! Një djalë i vërtet robot. Djali robot dalo, është gasi! Shoku, ti sa po ngre rregull nga djali i gjithë. Çfarë patë kështu? Jeme facie gjallë. E po ja vliti sepse është Halloweeni. Çfarë mendon për veshjen time? E çfarë supozohet se është? Pra, nuk mendon se është ndryshe? Djali me mask. Oh, Çfarë është Halloweeni? E po, është dita më e bukur e vitit. Ti duhet të vishesh, ti kërkosh karamele të tjerëve dhe ti hash ato pas marrjes. Është rregull nëse vjen me ne. Nëse do të veshesh në një kostum roboti. Këta kruktula, hajduta karamelesh, në kanë dhënë një mundësi të mirë për të vepruar sipas mënyrës time. Por shef, a në bani me se çfarë thotë ti si për karamelet? Nuk po flas për këtu për karamelet ti spurdhiak, unë po flas për djalin robot. Shfaquni për biça! Çfarë po do me këta përbitësha të mi? Famdin, duhet të jesh vigjilent për hapin ton të radhës, o tuaf. Si të kam që për ushimi vogël, a mendon se ato përbiçat e frikshës të pëlqejnë? Ura, lavis pra shoku, ne duhet të veprojmë tashmë. Përshëndetje Tommy. Ha, veshe shqarake. me të vërtet? Më thuaj, po për veshen time, çfarë mendon? Dalo me njerëz, spurdhjak. Tommy, Çfarë ka? ku është kostumi i djalit robot? Karamela poreng! Halloweeni argëtues! Të pak të nuk dëllës të pi patrokitur në lagje. Mirë mbrëma të shtak. Ju falenderoj që morët karamelet për mua. Karamelet e tua? Wow, jo, në asnjë mënyrë. Duhet që të kalosh mbi mua si fillim. Kjo është e gjithë ideja, tullumbaci vogël. Vraponi! Djali robot, prit! Mi jep që të gjitha trashaluq. Ma fal, u shdoken të gjitha. Guys, përse ti ke ndryshuar veshje? Nuk kam ndryshuar veshje, Gjeni, është thjesht ajo që kam pasur për ditëlindje. Ditëlindje e Gazit për Halloween? Hey, harroja fare. Ku është Tommy? E morën! Ai është dukur! E morën? Ku? Në ndonjë vend idiotësh që fshihen? Ata idiotët! Vin nga kamikaze! Ata më kanë gjetur! Eja, pra guys!
Shef, të lutem, thoja diçka atyre se po më kodasi. Sigur ta lihen në një anë këtë ankesë miku im me mas shtesë. Pra tani djali robot është në hundët e mia që ta kap. Ndihem sikur ndonjëherë jam fati Shef, i a je tij. sigur që ai është djali robot? Sigurisht që është djali robot. A mendon se jam qërruar unë? Çfarë dreshin ke? Unë nuk jam djali robot, por jam Tomi. Të lutem, ti mendon se do të më nxjerrësh ato armët e paqëndrueshme kundrejt meje? Më lër të hap disa të lashë të tjera. Shërjestra u pranua, shtëpia e Tomi Turnbull. 15-73 për të dhënë atë fitin prurse të barrierës së madhe. Ndaloje këtë, unë jam Tomi. Edhe madje nuk do të bashkëpunosh, të pia e shoku tën Tomi, ai shpërdhej në ajër. Dhe tani, jemi gati që të shfaqesh fuqitë tua të papara. Një herë e për gjithmonë. Sulma! Gati të shpëtoj vogëlushën kotele. Gjudëra! Gjudëra! Nuk ma pret me ide që mund ta shpim Tomin. Është shumë errësirë. Tomi ka orën, djali robot ka orë me sensor. Do ta gjej. Jam shumë i zgënjur nga mënyra e bashkëpunimit, djali robot. Para se të shpërthej shtëpinë e mikut tënd Tomi, do të t'jap dhe një mundësi tjetër. Më shfaq tani fuqinë e aktivizimit të super fuqisë. Por doktor Kamikaze, unë nuk jam djali robot. Truri im më thot se ka diçka që nuk shkon, si nuk pas ka diçka elektronike. Kështu që mami i Kamikazit nuk arritu një pudalla. O, bëj si të them, ose për ndryshe. Nuk vjen ta bëj dot. Si të duash. Do të të ndaj në disa copa si fruta të thata. Dhe do të zhvendos çipin mjeshtërues që ke. Dhe më pas do të kem çelësin e super aktivizimit. Ja! Shef, këtu është një tjetër djali robot mes nesh me 2 fëmijë të tjerë. Dhe njëri për ty është Lakuriç. Lakuriç! Nuk është e mundur. Unë kam djalin robot, pikërisht atje. Kapini për pinça! Sekuenca e nisjes së armës bërthamore do të zhvendoset në 18 minus 16 e 17. Jam i gëzuar që të shoh djali robot. Djali robot, bëj kujdes.
Mendoj që kam ngrënë shumë karamele. Ju fëmi mendoni se jeni shumë të zgjuar. E po atëherë, do të shohim sa të zgjuar jeni. Ju po jetoni në një kuti katapultive. Ky mjet do të zhvendoset në 10 sekonda. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Mos e pre kompjuterin e ri! Lokacioni u modifikua. Ju keni shënjestruar territorin e kazit. Mendoj se nuk ta ka ardhur ende koha, Konstantin. Halloweeni ishte emocionuese. Po, madje më emocionuese se zakonisht këtë vit. Tomi, gazi? Po kërkon karamelet të këmshin. Ha pra. Po vi! Pra, përshëndetje voglushi. Çfarë? Nuk e dëgjuar asnjëherë për djalin me prapanis për jashta? Tani ku është karamelja ime?